normave dhe rregullave, që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, i është dashur kohë edhe për të bindur veten, por edhe për të bindur spakun që ky material, kjo ngjarje, ju takon ta hajtoni ju për me tutje. Normalisht kur kalon një dosje nga prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm tek spaku, kalon me një relacion i shoqëruar me një relacion të hollësishëm mbi vendin e ndodhjes, mbi vendin ku ka ndodhur ngjarja kriminale, ngjarja që ka ndodhur, personi, domethënë njohja një përshkrim i hollësishëm i personit që është ekzekutuar dhe tjetër që është plagosur kohë mjetën me tutje. Pra, i bën një rezimet të qartë edhe viktimave, edhe grupit kriminal që ka vepruar për rrethanat dhe mënyrën që si kanë kryer ngjarjen kriminale. Dhe pastaj i jep edhe konkluzione. I jep edhe konkluzione të sipas nesh mund të ketë vepruar ky grup ose ai grup. Pastaj për të hedhur dritë për t'i kthyer këto hetime në provat pa kontestueshme, do t'i duhet spakut ndoshta edhe shumë kohë, por një farë orientimi, sepse prokurori e di shumë mirë kur fillohet procedimi penal në një ngjarje, hidhen ide mbi mundësitë dhe pamundësitë. Dhe ngrihen disa versione. 5, 6, 7, dhe eliminohet ai më i pamunduri gjatë rrugës eliminohet, nuk e ka bërë Andi Boro. Edhe nuk e ka bërë filani, dhe duke shkuar do futet në dyshën e fundit që rrethanat dhe mundësitë është që ta ketë bërë ky grup kriminal dhe ky grup kriminal. Pastaj synohet në identifikimin e personave, sepse sipas meje nuk është e vështirë të identifikojnë ato persona që kanë marrë pjesë. Pse? Ku është kaq, pse shikon domethënë kaq të thjeshtë, po themi nga pikpamja hetimore? Sepse janë të filmuar. Janë të filmuar. Janë të filmuar dhe mund bëhen eksperimente hetimore pafundësisht me qëllim që të shkohet tek autorët e vërtetë. Prokurori ka një eksperiencë shumë gjatë në fushën e hetimit dhe e din se si bëhen eksperimentet hetimore, krimi identikiteve, edhe shkurja drejt një mënyra e ecjes, personat e dyshuar. Pra, është e mundur që nga një rreth shumë i madh personash të shkohet te një rreth e para të shkohet ke një grup kriminal dhe pastaj ka përdorur si vrasës me pagesë etj. Sepse dihen paka shumë policia dhe prokuroria. Policia mos ju direkt në nikël. Domethënë, ka bërë kontrolle tek disa persona të cilët historikisht kontrollohen. Këto janë dyshimet paraprake. Po ka shkuar atje në proces verbal kjo. Kur mblidhet rrethi, pastaj mund të shkojmë tek personat dhe dihet sepse policia e shtetit shqiptar në mënyrë të veçantë spaku tashmë e din shumë mirë nga zbardhja e disa ngjarjeve, e din se ky grup kriminal ka përdorur si vrasës me pagesë ku peshkon dhe rekruton. Parë në këtë këndvështrim, po gjithsesi domethënë e rëndësishme është që tashmë kjo ngjarje shumë e rëndë kriminale e ndodhur në vendin e konsideruar si vendi më i sigurt në pikpamje të sigurisë, sepse atje veprojnë, ne kemi diskutuar edhe të tjera, mbi 5-6 lloj policish, strukturat të policisë shtetit, të shërbimit informativ shtetëror, të siguritive të ndryshme, të shërbimeve të zjarr fikse e tjerë. Dhe në një moment të caktuar u gjetë zhveshur një rajon, hyrja e aeroportit të Rinasit, u gjetë zhveshur nga gjitha shërbimet e policisë dhe ishte në dorë të grupeve të kriminale që lanin e sapet mes njëri tjetrit. Kjo është një shqetësim për shtetin shqiptar. Kurse për prokurorin tashmë për spakun, do t'i duhet të hedh dritë mbi këtë ngjarje, sepse vërtet është një ngjarje që është kryer në mes të ditës me gjaktësinë më të madhe, duke përcaktuar më parë edhe rrugët e lëvizjes për t'u larguar. Pra çka do të thotë që në çdo pikpamje është studiuar gjatë regjimi i shërbimeve të gjitha llojeve policive në Rinas dhe sepse dhe ata nuk e kanë patur në dorë që ta bënin në orën 2 apo ta bënin në orën 3, do ta bënin në orën që vjen avioni. E kishin informacionin sakt. Pra e kupton? Pra në këtë këndvështrim ata kanë gjetur gjithçka. Faleminderit Prençi për këtë shpjegim. Prençi pregu diçka. Në atë video, Karanja, si ish prokuror, shikoni detajet të cilat mund të krijojnë një identikit të personave të përfshirë në ngjarje, është e lehtë, gjatësia, pesha, maskimi që kanë.
Janë ekspertët që cilët me parafërsi se po të kemi parasysh kamera është pak e largët. Kamera këtu që kemi që është kamera kryesore që ka filmuar dhe ngjarjen patën është gati 50-60 metra nga vendi i ndodhjes së ngjarjes, por ka kapur ngjarjen, domethënë ka kapur gjithë ngjarjen. Dhe në sept kamerës për koincidencë ka edhe makina që ka parkuar në sept kamerës. Plan të madh regjia. Jo, desha plan të madh për në qoftë se mundemi. Ja, shikoj edhe mjeti në sept aty. E ka kap. Mund të bëhet me parafërsi, por personat janë të maskuar. Edhe kjo është një provë që shërben në unitet me provat e tjera. Pra s'mund të krijohet me parafërsi dyshimi për përjashtu persona caktuar lindur nga gjatësia. Gjatësinë e gjen, domethënë është shumë e thjeshtë, paktën sipas programit që përdorin grupet hetimore, ju e dini shumë mirë, është një nga programet Ahmed, një nga më të mirët, mjafton që në një moment të caktuar këtu të vinë dhe të merret gjatësia e kësaj pjese e statujës këtu dhe automatikisht përcaktohet gjithë gjatësia e objekteve të tjera. Këto e bën një nga programet më të specializuara hetimore. Programet, por prap duhet pa manualisht, pra ekspertja, ajo që jep në mënyrë të përmbledhur programit duhet ta verifikohet dhe ndoshta ka nevojë për një eksperiment hetimor. Pra të lënë një person të ngjashëm pra që të shikohet nga pamja e kamerave, pra të shikohet tek njëjta kamerë të njëjtit vend, për shembull, kjo është kamera numër 7 e objektit. Kamera 7, po. Kamera numër 7 që është e hotelit, kamera numër 7, të vendoset prapë te kamera dhe me gjatësinë e përafërt dhe me statujën, vendoset një person dhe dali e saktë gjatësia. Pra të zbresësh sepse statuja është e ngritur pak. E qartë, po, ka një ngritje, po. Rreth rrotullimit, po të shikosh ato, rreth rrotullimit është e lyra dhe me të kuqe dhe me të bardhë që është me shenjë. Po. Shikon rreth rrotullimit, bari pjesa jeshile ka një ngritje. Ka ngritje, pra duke kapur personin sa është, ja ta shikojmë edhe duke kapur personin, të zbresësh pjesën sipër dhe del gjatësia. Ja, shikoj kur kalon, pa ngjitur sipër, ka kalu fiks. Ja, këtu është në asfalt. Ja, këtu është në asfalt, duhet parë sa afër duhet, ja, sa afër është nga, ja këtu në moment që është prek atë pjesën, atëherë ajo mund shërbesi bazë, si pikë referencë. Por është ekspert vetëm për gjatësinë, kurse për identifikim nëpërmjet mjeteve të tjera është pak e vështirë se janë të maskuar. Me përjashtim, thash edhe një, po të ketë është kamera tjera të cilat ka një rezolucion të lartë, janë shumë megapiksel që kur e zmadhon, ka programe pastrimi dhe të del dhëna dhe teknike që mund të jetë retinë e syve e tjerë. Po me këto dhëna që kemi, me këto lloj kamera, se këto janë kamera të një biznesi privat, me parafërsi mund gjendet gjatësia që të bësh përjashtimin e ekzekutorëve. Pra te ekzekutorët që kanë ndalë që e lidhen me këtë pjesë, mund bëhet me parafërsi lartësia e tyre sa mund të jetë gjatësia. Që mund të bësh që mund të përjashtosh nesër pas nesër vlen për hetimin, mund të përjashtosh një person tjetër. Po unë jam një në Thekusur, nuk jam unë aty, sa është 1.78. Pra këtu e përjashtojmë filialin. Ka vlerë përjashtimi. Por prap duhet prova tjera që të jemi të saktë në provimin e akuzës. Pra vetëm me këtë ne kemi një mekanizëm se si kanon ngjarje, por për autorsinë duhet prova të plota, duhet lidh me makinën, duhet lidh me kamerat, si janë heq kamerat rrugës, kush ka shkuar. Pra është një tërësi e timi, është hetim pak i vështirë, sepse kemi të bëjmë me grup strukturuar kriminal. Dhe Prokuroria e Tiranës me drejt ka bërë një tërësi veprimesh hetimore dhe ka arritur në konkluzion. E njëjta gjë ndodhi me Dobraçin. E njëjta, po të themi natyra masakrës, këtu ishin 2 viktimat e ishin 4, në mes të ditës edhe ajo e mbajti një muaj Prokuroria e Shkodrës dhe ja referoi Spakut. Nga informacionet që kam, di që kam pas një autor të dyshuar, prokurorët në Shkodër, mirë po kanë kaluar 1 vit e gjysmë, dhe kjo dosje është akoma në Spak. Dhe jo më kodun po e trajtoj pra. A ka ko Spaku? A ka kapacitet e Spaku për ta zbardhur? Dobraçi është akoma pa zbardhur. Këtu e kam çështjen, shkon dhe kjo në Spak, ngjelet dhe kjo pa zbardhur? Prandaj thash edhe në fillim, Prokuroria e Tiranës dhe Shkodra ka prokuror specialist, pavarësisht se janë të rrethave gjyqësore. Janë prokuror të kualifikuar, sidomos sektorit posaçëm, që merren me këto ngjarje, se s'ka vetëm kjo ngjarje, ka edhe ngjarje të tjera të krimeve ndaj jetës dhe shëndetit, që janë krime të rënda, dhe janë të specializuar për sa i përket veprimeve hetimore. Aq më tepër dhe seksioni në prokurorinë në Drejtorinë vendore të Policisë Tiranës janë oficerë specialistë të cilët merren me këto ngjarje. Është një seksion i posaçëm që merret me këto ngjarje dhe kanë eksperiencë, sepse është punë që bën si punë një gazetari kronike që e di si ta bëjë kronikën. Ka vështirësitë e veta, por duke qenë se çështja është në hetim,
Edhe provat e marrën nga Tirana, sepse mund të ishte SPAK dhe ishte në njëjtën fazë. Pra, gjithë problemi të vrasjet është mbledhja e provave. Nga i qartë. Mbledhja e provave është shumë e rëndësishme. Mbledhja e provave nga kompetenti. Pra, nga kompetenti që Prokuroria e Tiranës ka seksion të posaçëm shumë bukur, madje mund ta mbante edhe pak nëse ti shërbet e timit, sepse dhe prokurorët e SPAK-ut kanë ngarkesë. Ndoshta kjo tregon që janë afruar gjës edhe s'kemi ç'bëjmë ne, keni ju tani, ha? Mund të jenë afruar, kanë marrë veprime, nuk janë veprime të pavlefshme, do kishin problematika nëse kemi të bëjmë me pavlefshmëri, që si e mati këtë dosje kur është aty tjetër. Por dhe kur të ketë akuzë tjetër, po ta çosh në gjykatë nesër, thot gjyqtari, sepse janë bërë veprime që kanë lidhje me gjykatën për këtë çështje, do të thotë gjyqtarë se jemi ne kompetent, do të shpallësh mos kompetencën. Pra s'është vetëm prokuroria, po ka dhe çekime në gjykatë. Mendoj që prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore kanë çmuar në këtë fazë të hetimit që është kompetent e SPAK-u, kanë mbledhur provat. Madje edhe rastet Dobraçit, po të ishte mbajtur shumë merren prova, sepse prokuroria e rrethit e ka më afër çështjen. Qoftë me specialist, qoftë me ashtu, dhe vjen një moment që piqet dosja, kuptimi që është kompetent e SPAK-u. Prokurorët që kanë shkuar në vendngjarje, ekspertët, duke patur parasysh mekanizmin e kryerjes së vrasjes që ka ndodhur në Rinas, unë jam plotësisht dakord që veprimet duhet mbajtur diskret të prokurorëve dhe normalisht ato besoj kanë një objektiv caktuar për të mbërritur ku. Por nuk besoj që nivelet e drejtësisë shqiptare janë të tilla që mos të zbardhat kjo ngjarje. Sepse ka ndodhur në një vend të hapur, në vrasje kanë marrë pjesë më shumë se 3 persona, janë munduar të shmangin lënjen e gjurmëve, sepse fillimisht kanë patur ngecje në armë, automatikun e kanë hedhur në tokë, pastaj ka shkuar ka qelluar prapë me pistolet për të siguruar që vdiqen apo nuk vdiqen. Dhe janë kthyer, kanë mbledhur gjithë gjurmët që kanë lënë, automatikun, krërin me fishek që ura në rrugë, dhe kanë shkuar në makinën e tyre të krimit. Njëkohësisht makina e identifikuar, makina që ka rrugtuar. Po, dhe në fshatin Alil. Po, ore makina, kush e ka pas të makinë tjetër, kush e ka pas të regjistruar. Dhe normalisht të qojnë tek gjurmët, për t'i kthyer në prova të pakontestueshme, normalisht prandaj është dhe prokuroria specializuar, po edhe prokurorët e jurisdiksionit përgjithshëm prandaj dhe janë të trajnuar për këtë problem. Pra, është për të hedhur dritë me çdo kusht mbi këtë ngjarje, se atëherë do të thonim çfarë do bëhet me ngjarjet që kanë ndodhur natën, pa i pas një kamer, pa patur asnjë të dhanë se kush grup kriminal ka vepruar, me çfarë makina janë afruar. Po në Dobraç për shembull Prençi. Në Dobraç kjo çështje ka shkuar në SPAK, ka një vit e gjys. Tani ka çfarë arreston SPAK-u aty është një nga pyetjet, ka çfarë arreston nga autorët? Se është bërë shumë komplekse çështja, domethënë ngel aty në sirtar dhe shiko. Më ngel çështje mbas çështje. Unë nuk besoj. Ajo kërkon kohën e vet për shkak të asaj, po. Ngjarja e Dobraçit e ka dëshmitarin brenda. E ka dëshmitarin, e ka pas dëshmitarin makinë. Pra është një mbijetuar në makinën e viktimave. E ka marrë këtë? Po se ka marrë, do ta marrin. Kur t'i vi koha, do ta marrin. Ngjarja e Dobraçit dihet botërisht. Po thoni është një mbijetuar, po me të tjera çfarë ndodhi? O zotëri, unë po them që për të hedhur dritë, e kanë aty. Le ta marrë SPAK-u. E kanë aty. Pastaj ngjarja e Dobraçit, domethënë hipotezat, jo hipoteza, po të dhënat janë se ka pas plagosur nga krau tjetër janë mjekur nëpër spitale, nëpër mjek privat. Kështu që unë jam i bindur që prokuroria i ka dhënat. Dhe sa kohë do duhet për ta kapur fillin, domethënë kjo kërkon kohën e vet. Por të dy ngjarjet, edhe Dobraçit edhe Rinës janë ngjarje në mes të ditës në rrethana pothuajse të barabarta. Flasim për sigurinë publike, se ky është gjithë problemi dhe unë më kohë të trajtoj domethënë, sepse kur bëhet fjalë që cënohet siguria publike, reagimi i shtetit, i drejtësisë, i prokurorisë, i etus dhe gjitha merat, do të jetë shumë i shpejtë. Unë ta thash që në kryet herës çështjen e sigurisë publike. Aeroporti i Rinasit është një ndër objektet më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Është aeroporti vetëm ndërkombëtar i një shteti, vend antar i NATO-s. Dakor? Në të cilin vepron policia kufitare, policia e rendit dhe sigurisë publike në perimetrin e Rinasit, pra në pjesën e jashtme të rrethimit, është detyra e policisë rendit
dhe sigurisë, është policia kriminale, është policia ushtarake, është shërbimi informativ shtetëror, është reparti zjarr fikseve, janë repartet e sigurisë, janë radiolokacioni, janë gjithë ato, që për të hangër bukë dhe për t'i morë rrogën shtetit. Për të ndodhur në nyjën nevralgjike të aeroportit të Rinasit, rreth rrotullimi tek është përmendorja e shenjtores Nën Tereza, nuk ishte asnjë shërbim. Po të shkojmë unë edhe ty, tani nuk kalojmë dot nga patrullat e policisë. Pra, çka do të thotë që plani i vendosjes, plani i dislokimit të shërbimeve të rendit dhe sigurisë publike në një vend si aeroporti i Rinasit duhet rishikuar. Shteti gjithmonë duhet të ndjeki dinamikën e zhvillimit të një shteti dhe në përputhje me dinamikën të hartoj strategjitë, planet e sigurisë, planet e emergjencës, në mënyrë që mos ndodhet para të papritura. Por ka një problem. Pra këto lloj gjërash më mirë i studiojnë grupet kriminale se sa i studiojnë institucionet shtetërore. Janë kthyer në institucione të mirëfillta ligjzbatuese dhe grupet kriminale. Unë do doja të ndaleshim shkurtimisht tek një çështje, një vetplagosje, thot policia, që ka ndodhur sot e një vajze 18 vjeçare, e cila ka qenë në hotel me të dashurin e saj, 22 vjeç, është gjetur e vetplagosur në dhomën e hotelit, e ka ndërguar në spital, ka ndodhur të paktën në hotel Gjuta ka mbështypjen dhe në pronësi të Vladimir Gjutës, emra të cilët lidhen edhe me një incident të dyshuar në vendosjen e një lëndë shpërthyese disa vite më parë tek farmacia e babait të ish-ministrit të brendshëm të asaj kohe, Samir Tahiri. Ajo çfarë më bëri përshtypje dhe që unë po e trajtoj është si ka mundësi një vajzë 18 vjeçare me të dashurin e saj 22 vjeç gjendet një armë dhe vetplagoset. Arsyet, motivet janë krejt të tjera. Çfarë tregon kjo? Të rinj me armë në përduar dhe rrezik për shkaktuar një ngjarje krejtësisht të rëndë. Këtu na vjen keq se është vajzë e re, por mbajtja e armëve është problem për shoqërinë shqiptare. Pra, shikoni, edhe kemi një rast si mbajtja e armëve si një pasojë. Nga sa kemi parë media dhe që është raportuar dhe nga shumë media, në rezulton që vajza është vetë plagosur, sepse kishte dyshime, është janë parë pamjet filmike të hotelit, dhe ka rezultuar që në momentin e ndodhjes ngjarjes, vajza ka qenë vetëm dhe është plagosur me armën që ka pas aty. Janë arrestuar shumë persona këtë për ngjarje, mendoj që nuk mund të ishte numër kaq i madh i arrestit, tike vetë plagosja është bërë nga personi konkret dhe poseduesi i armës, kush është, s'mund ta se duhet jemi dhe korrekt. Policia ka ngritur për mos kallëzim, krijeri përfshirje të gjurmëve. Mund ta arreston, pavarësisht se është një emër që është përfolur shumë herë, domethënë është si të thosh siç që ka pasur precedent, më sa nga pikpamja ligjore, nuk mund të arrestohet tash për se na kthehemi tek ai rasti i revolverit, që për një revolver të skeçit arrestohen 5 vet. Ngjarja edhe policia që kishte bërë deklaratën zyrtare ishte treguar korrekte kuptimi që tha, shikon rastin konkret është verifikuar pamjet filmike dhe ka rezultuar që në momentin e ndodhjes së ngjarjes vajza ka qenë vetëm. Pra nuk është se kemi të bëjmë me një ngjarje kriminale, tash shkaqet dhe motivet pse kjo vajzë ka vrarë, ka tentuar të bëjë këtë akt. Atëherë do ta sqaroj hetimi. Ajo tjetra që diskutojmë është për problem mbajtja e armëve. Kjo është shumë shqetësuese ka. Kjo është një problem që vlen të ndalojmë. Mbajtja e armëve është një problem shumë i madh për shoqërinë shqiptare, se mbajtja e tij duke pasur parasysh dhe temperamentin e shqiptarëve që janë pak sanguin, mund të sjellë pasoja shumë të rënda. Pra diçka që një sherr, diçka në rrugë ose një moment i caktuar, sjell ngjarje të cilët nuk mund të riparohen më. Kështu që në rastin konkret do të thonë diçka fat kuptimi që nuk ka ndodhur. Vajza ka shpëtuar, është në gjendje të mirë. Ka shpëtuar, është në gjendje të mirë. Kemi një armë që do provohet nga hetimi se i kujt është. Dhe shqyqy që është ngel me kaq. Por problemi i armëve në shoqërinë shqiptare është një diçka që ne duhet ndalojmë, duhet ta analizojmë si të heqim armët nga përdoria. Ato armë nuk mund të hiqen sepse armët ka bërë dhe përpjekjen kohë diktaturës të emërorës dhe prapë shqiptari nuk e ka heq armë. Ke armë të cilët kanë qenë mbajtura që nga kohë e luftës, që nga kohë e Austriakut, që ka pas në zonat, për shembull zonën e Fushkujës, kanë pas dhe mitralosit kohës 1918, në kohën luftës e parë, që ka qenë lufta e parë 1914-1918. Ky është një fenomen të cilët duhet
Shkolla të bëj ato të vetës, është një vajzë e re, është 18 vjeçe, pra shkolla, familja duhet të ndikojë më shumë që edhe po ta shohësh një person rrethit tënd, të mos prekësh armë, të mos merresh me armë. Kjo ka pas dhe një rast tjetër që është referu nga çfarë pa mbete një tentativë